që kanë marrë në dorëzim këtë rrugë, për mu, dhe firmat, kolaudator duhet jenë në burg, firme duhet të sekustrojët pasuria. Pra, shumë... Mbi ta nuk bia asnjë përgjegjësi aktualisht. Asnjë përgjegjësi, më pas çudia më madhe, po shkojmë ne te Belinda Balluku, te Edi Rama, te Sali Berisha me radhë. Venimet kolegjale janë venime kolegjale dhe nuk ka njëri në botë që hyn, vetëm Shqipëri noll që të preken vendimet kolegjale. Ndërsa, në qoftë se ne i pam sherrin ne Tirana, po merr vetëm Tiranën. Unaza e madhe filloi 2 vjet që kishte marru 2 herë, 2 vjet duke u marrë, jo keq milion vjedhje keq. Heto vjedhjet më zot, rrugën bën se rrugën se bën për vjedhje, e bën për qytetarët. Pra zhbllokon diçka. Dhe mënyra deri më sot, vetëm tani, që një gjova që së shpejti do jetë kastrati, ai tjetri do jenë pjesë e korrupsionit që t'ju sekustrojnë paret. E dinë gjithkusht që këto pare nuk janë pare që... Pyetja ime është kjo, tani. Me të gjithë personat e arrestuar, që ndoshta si pjesë e korrupsionit, apo qoftë edhe persona tjerë të, po themi, në bandat kriminale e tjera me radhë, po përndalemi kryesisht këto figurat politike dhe ata të cilët kanë përfituar nga shteti. Çfarë ndodh pas arrestimit të tyre? Pra, ne aktualisht nuk kemi një mundësi sekuestrimit të parave, bllokimit të këtyre të ardhurave? Këta bëjnë çfarë të duash, po ligji e ka përcaktuar dhe e ka zgjedhur. Eksakt, me ligj. Kur ti duhet merresh me sekuestrimin e pasurive? Kur të kesh një vendim të formës sprejer, të cilën ai e ke vërtetuar që Belinda Balluku, marrim gjithmonë shembull me që jemi këtu. Rasti konkret. Ajo është vërtetuar që i ka marrë ta lek. Ani është vërtetuar që ka firmos apo ka marrë lek. Është një krejt të ndryshme nga ajo. Tani ne në aparencë themi që ajo ka marrë lek, ka fitu se ka firmos dhe duhet kishte marrë, duhet kishte marrë 20 milion, 10 milion, 100 milion, pak rëndësi ka, por nuk ka me ecë me këto forma. Por mund pra, të jetë kështu. Atëherë në organi akuzës nuk ka pas nevojë të shkojnë këtë gjatë fare. Këtë e ka marrë vesh gjithë bota, që vjedhjet që janë bënë në Shqipëri, me incineratorët, me rrugët, me këto. Po pse prokurori i sidhet rrumullak dhe nuk e kap përveshit vjedhjen, se ti e din që e ke bë pra. Ai e din dhe e ka akuzu. Për atë që e ka akuzu, ai ka provat, e s'ka nevojë fare me shku as parlament, as kërkon, po kryen veprimet, i çon gjykat, i jep dënimin, pastaj kryen veprimet e arrestat. Nuk noll kërkon në botë siç noll në Shqipëri. Pra kjo është lufta politike që bëhen dhe thot ka thonë Amerika se ka kenë në Amerikë, po ka kenë në Amerikë për shefë, zotri, ka kenë të gruja për shembull ose të vllaja, të djalja të hall. Nuk mund të marrim ne se ky ka kenë në Amerikë, ka shku taku kjo. Po jo po i takohet, ç'lidhje kanë? Ç'lidhje kanë që i takove gjithë qeveritarët e Amerikës? Po pse ata janë për me mlu pizdekun e qeverisë shqiptare ose të qeverive shqiptare? S'funksionon kështu. Se gjithçka pastaj mbetet e pa kuptim nëse kemi arrestime, por nuk janë parat, këtu është thelbi. Nëse humbasin kaq miliona euro, parat ku shkojnë? Unë për veti nuk do bëja, por që qytetarët ndoshta pyesin me të drejtë, kjo është rëndësia e gjës. Ke një pjesë të madhe të shqiptarëve që thonë, sa ka vjedhje kjo? 20 milion euro. Sa vjet do me bë burg, që e bëjon? E kupton? Unë nuk e bëj për shembull, po. Në përgjithësi njerëzit thonë merru paret më zotëri, a je i zoti më marrë paret. Këto pare ktheja u shqiptarve. Ku ja u kthen? Ti prepi kthen të i vjellën krah tjetër. Dhe qa thot, manej, ti nuk u sjell shqiptarve diçka të mirë me këto lek që sekuestron. Por nuk e arrit që ti bin shqiptarët që si rezultat i sekuestrimit pasurive, pra do rrisim rrogat ose pensionet kaq lek. Pra nuk ka noll kjo. Se të kishte noll kjo, mund të jetë hapi B, po hapi par, a është kthyer pas a janë sekuestruar, këtu është thelbi. Pastaj se si do kalojnë sërish në qeveri për qytetarët, mund të jetë një diskutim tjetër. 20% e rasteve, pra, janë raste të cilat nga 100%, 20% janë sekuestruar, tjerët janë liru. Atëherë është e pavlefshme. Tani unë kam në SPAK një çështje të cilën ashtu djali jashtë e ka thënë për djalin e as vet. Dhe i thotë që ky thotë është marrë me pizleqe në shtetin X. Dhe shteti joni ka sekuestruar 120.000 euro ndërtime që ka 33 vjet në Belgjik,
që ka kursy lek për me ble 2 gasonjere në Durrës dhe ato prokuria e Tiranës, pra Spaku, ka shku ja ka sekustru. Dhe nuk merret me miliona të vjedhjeve, qoftë incineratorëve, qoftë të rrugëve e me radhë. Do të ndalim një tjetër çështje që është shumë e rëndësishme. Sot për herë të parë Lirmeta ka rrëfyer, po e quajmë kështu, në SPA ka folur, ka dëshmuar për çështjen e 21 janarit, që padyshim shumë e rëndësishme është edhe kjo. Mund të merret parasysh në këtë kontekst deklarata pa u mbështetur me prova, me fakte, si funksionon në rastet e deklarimeve që bëhen? Pra, thot ligji për sa i përket të penduarve ose bashkëpunorëve drejtësisë. Meta e para që duhet thoshte këtë, që unë jam hajduti që kam vjell 1, 2, 3. Dhe qëfar ka ndollë ma nej, të regon në rast e qëfar ka ndollë. Po në qofë se ti nuk je të regu i besushëm, që qa ke ba për vete, ty do me akuzu tjertë. Dhe ligji përcakton që të bashkë akuzuarit, ose deklarimet e të bashkë akuzuarve nuk merren për bazë. Nuk ja provë. Pra kjo, por si shduket avokati ose avokat që e bajnë, i thonë hajde bërë rëmuj. Po s'pat me rëmuj, ma e i zoti me